Miq të nderuar, përshëndetje. Atëherë sot jam këtu në vendin e shenjtë tek kisha e Shënnovë në Laç. Sot është data 16 shtator 2025 dhe siç e shihni nga këto pamje këtu pas meje, jam me qindra besimtarë që kanë ardhur nga viset të ndryshme të Shqipërisë, por edhe nga larg Shqipërisë për të lutur tek ky vend i shenjtë, për të lutur për më shumë shëndet, më shumë paqe në shpirt dhe më shumë mirësi. Kjo kishë ka një histori të veçantë pasi është kisha Shën Antoni të Padovës. Është ndërtuar në vitin 1555 dhe është shembur nga sistemi komunist në vitin 1967, ndërsa është rinvetuar përsëri pas vitit 91. Ka një histori këtu për prishjen e mureve rrethuese të kësaj kishe që ka ndodhur gjatë sistemit komunist në vitin 1981. Pushteti komunisti asaj kohe e dinte se në këtë rënoja, në këtë kishë të shembur, përsëri vinin besimtarë nga Laçi dhe nga zonat e tjera të Veriut për të qëndruar edhe për të lutur në këtë vend të shenjtë. Dhe duke e ditur një gjë të tillë, në vitin 1981 caktoi një tokë ushtaresh për 32 vetash, të cilët nga droja i nisin për të rënuar muret rrethuese të kësaj kishe. Dhe është shumë interesant fakti se të 32 ushtarët e asaj toke u paralizuar nga kryqi e poshtë. Ka mbet mister, askush nuk e din arsyen pse të 32 ushtarët e asaj toke mbeten të paralizuar. Pushteti komunist i asaj kohe i dërgoi në Austri dhe në spitalin e Tiranës për t'i shënoshur dhe cilësoi ngjarjen si një helmim nga ushqimi, por njerëzit këtu e dinë dhe më vonë ata që kanë qenë dishmitar okular këtu e dinë se nuk janë helmuar nga ushqimi, por sidoqoftë ka mbet mister. Tashmë kjo kishë është ndërtuar dhe sot është vendi më i shenjtë në Shqipëri. Mijëra dhe miliona njerëz vinë gjatë gjithë vitit këtu në këtë kishë të Shënnovët për të lutur për veten, për të afërmit, për familjet dhe për gjithë rrethin e tyre familjar. Dhe ka ndodhur shpesh që në këtë kishë të ndodhin mrekulli. Ka ardhur dikush i verbër dhe është kthyer në sy. Ka ardhur një njerëz që nuk ka ecur kurrë gjatë 20 ose 30 viteve dhe kur ka nejt një natë në këtë vend të shenjtë, të nesërmën ka ecë. Sidoqoftë, njerëzit këtu vinë me besim, vinë me shpresë se mrekullia do të ndodhi. Dhe është interesant fakti se kjo kishë këtu nuk frekuentohet vetëm nga katolikët, por nga të gjitha besimet fetare dhe nuk ka dallime krajinore. Këtu vinë nga të gjithë Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga viset të tjera shqiptare dhe nga zonat, nga shtetet të ndryshme të botës. Gjatë gjithë kohës, këtu vazhdojnë të vinë besimtarë. Kulmin e ka në 13 të martat e Shënnovë, kur sidomos me 13 qershor bëhen qindra mijë njerëz që kalojnë natën këtu dhe ditën e nesërme. Gjatë gjithë kohës, famultarët këtu celebrojnë meshat e rastit, të cilat ndiqen me shumë vëmendje. Për më tepër nuk kam çfarë të them për këtë vend të shenjtë këtu, por ju uroj një ditë të bukur gjithëve ju që ju patë durimin për të ndjekur. Ju faleminderit.